Pas takimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani me presidentin amerikan Donald Trump, ka pasuar një val reagimesh në skenën politike dhe mediatike në vend. Deputeti i listës Guxo, Haxhi Avdyli, ka reaguar ashpër ndaj kritikëve të këtij takimi, duke i cilësuar si analistë të paguar që sipas tij e përhapin narrativën se Kosova është e izoluar dhe e braktisur nga SBA-t. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Avdyli ka mbrojtur rëndësinë e takimit dhe ka theksuar se Kosova po ecën përpara në rrugën e saj euroatlantike, pavarësisht pengesave të brendshme apo të jashtme. Vetëm në Kosovë ka analistë që paguajnë që të shohin e flasin vetëm zi, për vendin ku jetojnë e rrisin fëmijët, ata po piskasin, jo pse besojnë në piskamat e tyre, por piskamat i kanë me rrogë, prandaj as pikë çuditja nuk çuditet me ta më, sepse ata edhe këto ditë po piskasin se Amerika e ka izolu Kosovën. Unë kam frikë që këta analistë e urrejnë këtë pamje, këto foto, këta e urrejnë çdo sukses të Kosovës. Këta urrejnë Kosovën sepse sot Kosova ua ka ndalur zhvatjen, por fatkeqësia jonë është që këta mercenarë pro-serb po na hynë në dhomë nga kutia e televizorit, duke dezinformuar, duke shpërndar panik se Amerika na braktisi. S'di çka do të thonë sot, apo ndoshta edhe sot do thonë se shiko, Trumpi i priti në këmbë, disa do thonë shikoja gishtin, ndoshta për ta sot as Trumpi e Rubio s'janë me Amerika, por ndonjë dadaraz nga Colorado, por sot ata sigurt janë të ngrysur dhe zhgënjur, por Kosova nuk do të ndalet se armiqtë e brendshëm e të jashtëm duan ashtu. Kosova është dhe do vazhdojë në rrugën e drejtë euroatlantike, rroft për erë miqësia jonë me Amerikën, shkruan deputeti.